Gjatë kësaj vere, Kosova po përballet me një nga sfidat më të mëdha për mjedisin dhe jetesën, mungesën e ujit të pishëm. Rrjedhat e lumeve kanë rëndjeshëm, sidomos në pellkun e Drinit të Bardhë. Lumi Bistrica i Pejës, një nga degët më të rëndësishme të këtij sistemi, ka humbur mbi 50% të prurjes së tij mujore në qershor, krahasuar me të dhënat historike. E kjo nuk është vetëm një statistikë, kjo është jeta e përditshme për më shumë qytetarë që tashmë po përballen me kufizime në furnizimin me ujë. Thatësira nuk ndikon vetëm tek rubineti yt, ajo godet edhe bujqësinë, energjinë dhe të gjithë sektorët që varen nga uji. Ne të gjithë kemi një rol. Uji që përdorojmë sot mund të jetë mungesë nesër për dikë tjetër. Kurseni ujin, përdoreni me kujdes, fillon me veprime të vogla dhe bën dallim të madh. Nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës paralajmërojnë, rreshtet janë të pakta, burimet po shterojnë dhe vera sapo ka filluar. Për më shumë informacion, qëndroni në telegrafi.com.